Që nga shpallja e pushimit më 10 tetor, ndarja e Gazës në një të ashtu quajtur zonë të gjelbër në kontrollin e ushtrisë izraelite dhe një të ashtu quajtur zonë të kuqe ku palestinezët janë zhvendosur dhe mbajtur të izoluar, është bërë edhe më e ngurtë. Ajo që i ndan të dyja është vija e verdhë e padukshme. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka sinjalizuar se rindërtimi do të kufizohet në zonën e gjelbër, ku Izraeli dhe aleatët e tij kanë punuar për planet e të ashtu quajturave komunitete alternative të sigurta. Megjithëse javën e kaluar pati raportime se këto plane u braktisën, aktivisti humanitar nga Afrika e Jugut, Jonathan Whitall, shkruan se komuniteti i parë i tillë pritet ende të ndërtohet në Rafah, në jug të Gazës, dhe edhe 10 të tjerë janë planifikuar përgjatë vijës së verdhë dhe në veri. Nëse planet për këto komunitete të sigurta ecin përpara, ato do të zhvulosnin një fragmentim fatal të Gazës. Qëllimi i krijimit të këtyre kampeve nuk është ofrimi i ndihmës humanitare, por krijimi i zonave të zhvendosjes menaxhuar, ku palestinezët do të kontrolloheshin dhe verifikoheshin për të hyrë dhe për të marrë shërbime bazë, por do të ndalojnë në mënyrë eksplicite kthimin në zonën e kuqe, e cila mbetet e bllokuar dhe ndaluar. Këto plane përfaqësojnë një version të ricikluar të asaj që Izraeli ka dashur prej kohësh ta bëjë në Gaza. Krijimi i fluskave, një shprehje fillestare dhe shumë domethënëse që e dëgjova për herë të parë nga autoritetet izraelite kur isha pjesë e koordinimit të operacioneve humanitare në Palestinë, si zyrtar i Kombeve të Bashkuara, shkruan Whitall dhe shton se ky ishte plani i parë i zonave ku palestinezët do të kontrolloheshin dhe do të kushtëzoheshin për të marrë ndihmë të kontrolluar. Ky është realiteti i zymt i të ashtu quajturës marrëveshje armpushimi në Gaza. Ajo nuk do të sjellë paqe, përkundrazi, do ta coptojë edhe më shumë Gazën dhe çdo perspektivë për sovranitet palestinez, shkruan Whitall. Në fakt, është më shumë se një plan coptues për Gazën, sesa plan paqeje. Të hënën e kësaj jave, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara votoi për ta legjitimuar këtë plan, duke miratuar krijimin e një bordi paqeje për menaxhimin e Gazës dhe një forcë ndërkombëtare të stabilizimit, ISF, për siguruar rendin. Por cilat zona do të sigurojnë këto forca? Nuk ka ndonjë paqe të dakordësuar që këto forca ta luajnë. Sipas hartave të publikuara, komunitetet alternative të sigurta, ISF do të pozicionojë përgjatë vijës së verdhë dhe do të siguronte këto kampe rishtazi të ngritura. Hamasi ka refuzuar, siç pritej, rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ishte e qartë se dispozitat e saj nuk ishin rezultati një marrëveshje të negociuar. Në planin me 20 pika të Trumpit, i bashkëlidhur si aneks i rezolutës, pika 17 mund të përdoret tani nëse Hamasi vonon ose refuzon këtë propozim, të gjitha sa më sipër, përfshirë operacionet e zgjeruara të ndihmës, do të vazhdojnë në zonat pa terror të dorëzuara nga ushtria izraelite te ISF-ja. Në këtë mënyrë, komunitetet alternative të sigurta mund të bëhen të vetmet qendrat të mundshme të shpërndarjes së ndihmës, duke zgjatur bllokadën totale ndaj palestinezëve në Gaza. Logjika vdekjeprurëse e urdhrave të evakuimit që shënuan 2 vitet e fundit dhe që detyruan palestinezët të largoheshin nga shtëpitë e tyre, tani po zgjerohet në planin e miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Ata që mbeten jashtë komuniteteve alternative në zonën e kuqe rrezikojnë të etiketohen si mbështetës të Hamasit dhe për këtë arsye të shpallen persona pa mbrojtje, sipas interpretimit të shtrembër të Izraelit për të drejtën ndërkombëtare dhe të jenë subjekti i operacioneve të vazhdueshme ushtarake, siç është parë ditët e fundit. Fati palestinezëve në zonën e kuqe qëndron në mënyrë të dukshme jashtë planifikimeve zyrtare. Në fakt, organizatat humanitare që mund të shpëtojnë jetë po përjashtohen nga një proces regjistrimi izraelit i krijuar për të heshtur kritikat dhe për të filtruar stafin për pajtueshmëri, shkruan Whitall. Ky model amerikano-izraelit i komuniteteve të izoluara nuk është diçka e re. Britanikët krijuan fshatra të ri në Malajzi në vitet 1950, amerikanët krijuan hamlete strategjike në Vietnam në vitet 1960 dhe autoritetet koloniale në Rodezi, Zimbabwe e sotme, krijuan fshatra të mbrojtura në vitet 1970 gjatë operacioneve të ashtu quajtura kundër kryengritjes. Popullsitë civile u detyruan të futeshin në kampe, ku do të kontrolloheshin në këmbim të ndihmës. Qëllimi ishte dobësimi i mbështetjes popullore për grupet e rezistencës që luftonin sundimin kolonial.
por megjithatë, këto plane gjithmonë kanë dështuar. Në Afrikën e Jugut, regjimi i apartheidit krijoi bantustane, pseudoshtetet pavarura, të dizajnuara për të përqendruar dhe kontrolluar popullsinë me ngjyrë. Ato gjithashtu nuk arritën të parandalonin rrëzimin e regjimit kolonial të vendbanimeve. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka miratuar diçka që bie ndesh me vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për territorin palestinez të pushtuar, duke larë kështu një skenë të krimit gjenocidal dhe duke krijuar një monument për pandushkueshmërinë, vlerëson Uitall. E gjithë kjo zhvillohet gjatë një të ashtu quajturi anpushim, gjatë të cilit palestinezët vazhdojnë të vriten për kalimin e vijave të padukshme të vizatuara nga një okupim i paligjshëm. Bota mund të përshëndes këtë fazë si fundin e luftës dhe shtetet që hezitonin të sankciononin Izraelin janë padyshim të lehtësuara të rifillojnë tregtinë dhe të zvogëlojnë vëmendjen publike. Ecja përtej kësaj status quo-je të rrezikshme do të kërkoj pikrisht llogaridhënie që SBA-ja dhe Izraeli janë përpjekur me ngulm ta shmangin, zbatimin e vendimeve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ndërsa fuqitë perëndimore e zbrazin nga brenda këtë institucion. Koalicionet të reja politike janë të nevojshme për të kërkuar zbatimin e barabartë të së drejtës ndërkombëtare. Në nivelin më themelor, kjo kërkon lejimin pa pagesa të ndihmës humanitare për palestinezët kudo që ndodhen në territorin e Gazës dhe një proces rindërtimi të udhëhequr nga vetë palestinezët që siguron se ata nuk do të mbahen të dënuar përgjithmonë me mbijetesë minimale, shkruan Uitall.